Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço dhe gazetari Julian Kasapi u shprehën se shumë politikanë që kanë emrat në dosjen e përgjimeve në Sky ECC do të digjen. Ftuar në Top Story, Karamuço thotë se dosjet e aplikacionit Sky ECC dhe më vonë Matrix do djekin shumë politikanë dhe ish politikanë, ndërkohë Kasapi thekson se SPAK punon ngushtë me 2 oficerët e Europolit dhe ka emra konkret në listën e tyre të politikanëve që do ju vi koha të arrestohen. Ne presim që vettingun e politikanëve ta bëj SPAK sërish, ndërkohë që SPAK ka dhënë sinjale që është duke hetuar persona konkret. Dhe me ato që na vin flukse informacioni paraprake sot, dalin që disa prej këtyre emrave janë sërish në listë. Ky është detyrim ligjor që duhet ta bëjnë dhe e majta dhe e djathta që nesër të mos ndodhen para një fakti që e dinin, që ai person që i merr mandatin fillon përsëri SPAK dhe i kërkon heqjen e mandatit. Se ky pastaj është një cikull ku ti këta deputet nuk i quan më pjesë e shpurës politike, por i përdor si një mbrojtje që thuash pastaj jasi më sulmojnë mua. Nuk mund të prodhojmë deputet të rinj për alibi që jasi më bën mua ndërkohë që ti e dije. Partia ka filtër shumë të fortë të vetin. Kanë dhënë fonde pafund ambasadat dhe organizatat që të forcojnë parafiltrat e partive politike. SPAK do djeg 10 politikanë që kanë dalë në Sky ECC dhe më vonë në Matrix, paralajmëron Karamuço. Nga hetimet e ndërkombëtarëve që kanë bërë dhe kanë zbuluar kryesisht nga aplikacioni Sky ECC, kryesisht nga autoritetet franceze, por edhe nga ato belge e holandeze, rezulton që gjuha më e folur pas anglishtes është shqipja. Janë 2 oficerët e Europol që punojnë ngushtë me SPAK-un dhe duhet kuptoni se ndonjëherë SPAK ka të vështirë me policinë e shtetit, pasi është e qeverisë dhe pse thuhet se policia e shtetit është e pavarur. Prandaj shohim inkursione të SPAK-ut në polici apo BKH, sepse asnjëherë këto institucione nuk raportojnë shkelje ligjore të vetë institucioneve të tyre. Fakti që shqipja është gjuhë e dytë më e përdorur në Sky ECC, duhet kuptoni që aty nuk ka vetëm zbulime për vrasja, por rrjete ndërkombëtare droge, por do shihni siç kemi parë me një ish deputet, do shihni shumë ish deputet të tjerë apo ish ministra dhe ish persona të tjerë që do ju dalin emrat në këto dosje. SPAK me sa duket ka vendosur mos t'i nxjerrë të gjithë këta emra menjëherë, por që do t'ju vi momenti të gjithë atyre personave që kanë folur në këto dosje për t'u arrestuar, thot nga ana tjetër Julian Kasapi.